Sot djali i dëshmorit nuk e kish lënë përparim Ramën me hi të vorët e dëshmorëve. Edhe i dhash drejt, edhe unë tisha konvent atina mazia kisha ba. Selam juve o vëllët e PDK-s, o vëllët e LDK-s, herë po baj me LDK-n, herë me PDK-n, e qysh nuk qohi me mbrojt një familje dëshmori, një djallë dëshmori, një grue, një dëshmorit, që ka rritë thmijen pa babë. A i ngrati s'ka pas shka me dhonë ma shumë se jetën e ka dhonë, edhe nuk dilni me mbrojt këtë djallin, ka lyp një vend për një kiosk, 2x2, ajo i merni ka 200 hektar tokë edhe nuk njihi, lyp një ka 200 tjera, e nuk jeni në gjene me bon kur gjon e me mbrojt, ose vesh me përkra njerin që ka drejtën e Zotit e ka dhaj me jetu si krejt tjerë, plus familje dëshmori, ju nuk bani zonë. Ju më shifi mas PDK-s e mas LDK-s, më shifi nuk guxani me dal me thonë as një fjallë. A kur vje puna me shku me dal në fotografia të të vorë i babës tina, nga një si zagar të shku ato me shku me dal në foto. A kështu kur është puna me ndimu dishka një familjes dëshmorit, ju e leni me 220 euro, se a i ka dhonë jetën për 220 euro. Se qashtu ju, keni qef ju me pas ju gjinën në varësit juj. A ju i merni ka 200 hektar tokë, edhe nuk njihi. E leni dëshmor, familjen e dëshmorit e leni 10 vjetë të poshtë për vjetë. Edhe në fund shkoni bëni fotografia tu kishe penderoj, po çfarë nderu me ti o burë? Po kanë nderon ti kur nuk e një mënë, kur nuk e përkra një familje dëshmorit, edhe po thu jam o vëllë o qëkës, po çfarë o vëllë PDK-s je, o vëllë LDK-s, ama jo o qëkës. Se me konë o qëkës ti mbronë që ta njerëz, që s'kanë fuqi. Se jo ata milionerat mbrohen veç, ata kanë pare. Që të fukaron, do të me dalë me mbrojt. Edhe vja më shitesh patriot 25 cent e AliExpressit. A nuk jenë gjene me dalë me thonë një fjallë për familje dëshmorit. Që s'ka pasaj njerë ma shumë me dhonë. Që ato jetën e ka pas që ato e ka dhonë. Edhe sot nuk jem gjene na me këqyra as familjet e dëshmorve e me mbrojt, as me i përkra me kur gjajq. Edhe shkon, po dalë në fotografijone, po shkoj për nderaj. Po ka në nderon t'i ashtu. Shqiptarit ma shumë i kish pengu 16 euro të Albin Kurtit në kontë numër, se sa ata që kishin ka 5 milion plus ka 6 shtëpia, 4 shtëpia, ka 1.000 metra katrore, pare të thata. Këtu veç ka janë deklarume, se ato që ka si janë deklarume, ato mos veteq, e që dije sa mujnë me konë për mas, adin që na nuk i dim. Po kur një njeri nuk i punon truni vogël, me nën qështu. E pengon pse Albin Kurti ka 16 euro, a nuk e pengon në rasti që ata hojnat kanë vjedh me miliona kanë vjedh Kosovën, edhe nuk i pengon, se pse a mos t'i kanë vjedh tyja. Edhe tjetërën thët, po dhone t'isha konë ventina kisha vjedh njejt. T'i këqyre, kur truni vogël të mungon, me ndonë qështu njejt. Nga në këto, në e rrujti, Kosovës jo mund po këtë shqiptarijës, në e rrujti 54 milion. Kur keni fot, o zhyjt e korruptume, është zhyjt në korupcion deri të veshte, deri të moja e kokës, e floku i kokës. Më besoni, qëri të nderat një burimor. E tash, qka me thonë burë? Këto e denon gjykata, se kum denu une, edhe thët ke vjedh 54 milion, e dënon me 2 vjeta, 3 vjeta, 1 muja, edhe një dit me dënon për hajni. Edhe del thët pëse po më thoni hajnë. Po jo më nuk po thojmë hajnë o burë, po gjykatat ka dënu për hajni.
Nuk kem na shka me të bon burë kur të dënën. Tasha do me thonë Nën Tereza, pa s'muna me thonë Nën Tereza t'ka dënu, gjëkata t'ka dënu për hajni. Edhe del në televizion, edhe këtë shet moral për hajni tash. Edhe për korupcion. Shka me thonë tash, hajt, ka me mojt na në ratit. Pa s'muna është kështu burë. Ja, prej sodit mo, ka me dal në opozit, pa i tybe se për kraj mo, Albin Kurtin kur. Jo, bre burë, ta të opozitës mësojnë bele qysh me bon 4-5 milion. Albinit mësojnë jo po me dashta dheun, jo po mos me vjedh Kosovën, jo po anena, në funit 17 tera në kontë numër. Pa le burë, shko me ata të mësojnë qysh me bon për një avdet 5 milion, 6 milion, se marum. Në malë kem dalë burë. Qka me bon? Shko me ata që e kanë zanat me vjedh. Shka përren me fukara. Arrihet me Albinin fukara. 17 tera. Shka me bo me 17 tera? Shka me ata që e kanë zanat burra ata të rujnë. 20 vjet kanë bashkëpunu me shkije të poshtë për pjetë, po në funit ju ka dalë mirë, se cili ka 4-5 shpija i kësh. Pse mos me i pas? Jo. Ece do robre, opozita flet për fukarallakun, e poplit thet popli është vërfnu. E kur ishe këta, se cili ka 4 shpija, 900 metra katror një shpi, e banesa e tuka e pare, anena ka 6 milion, ka 4 milion, po qysh ka mundësi bre këtë popli fukara, e ju me konë ma të pasnit në bot, ju të opozitës, edhe diljan koj për neve. Marë kalzona mas pari ka e keni marrë jo që ato pare, se tybe pata qitë vote nuk e lanë. Veç kalzona edhe neve të mësohëm, sukur jo që ashtu t'i bëjmë ka 4-5 shpija, edhe ka një 4-5 milion toka, parcela e garazha, shka pëdjone, se pa ju votu nuk e lanë. Ama me të votu ty, ti mu vje mu, ti mu bo milioner, e one me të fukara, që to nuk po shka në sapi. Që to nuk po mëj me kuptuana, që njerit voton ty, o hajnë. Ngon e mirë Albin Babën shka thetë në parlamentin e Kosovës, kur ishin këta të opozitës në qeveri. Veç ngon e çka thetë Albin Kingu. Tërtesat kanë qenë të braktisura nga strukturat paralele. Ta zëmë në Zveçan, kur ka hyrë policia jonë, e ka gjetur fotografinë e Vladimir Putinit. Vladimir Putini, kompletor komune, me cilën është binjak të zu, Zveçani. Pra problemi këtu është i thellë, po ky problem nuk shtuket nëse i mbyllim sytë. Ky problem duhet demaskuar, duhet denoncuar o duhet zgjidhur. Edhe fotografia e Putinit nuk është më ndërtesë në Zveçan. Ja, sa është që ato e dim, krejt. Po duhet të them që udhëheqjet që kanë qenë aty edhe i kanë praktisur ndërtesat nuk kanë qenë thjesht kryetar komunash. Atash janë kryetar komune. Ndërtesat kanë qenë Këng pasha një zot. Jav heki me flamura, jav heki me fotografit Putinit, me fotografit Miloshit. Edhe shumë pevaqicat si Batan Haxhiu, Lirim Mehmeti, do që si shpiuna, do të basha, theshin, ja, nesër ka me hek, po kanë me qitë prap. Jo, loj u botën 2 vjeta, 3 vjet, nuk po guxon kush me qitë prap. Se ma për barikada, dhe që shkëshin besedime, në Amerikë shkëshin, banë e men. E qëtë këne shka një kamion në rrugë në Ameriku, dhe shke me shku me folë për barikadat. Tash jas një heq, as një, as nuk flitet, peci ka ardha Albin Baba, nuk flitet ma për barikad, kur njeri gjallë në Kosovë, se kum një të thonë, mala, u bloku një rrugë, u shbloku, ja po shkojmë besedime, ja po japëm autonomi, veç me hekat blokadën, ja, tash me Albin Kingun s'ka, hajgore, ajt qëtë, ajt fshin, ajt runaj, Albinit run, nuk ka me ato vërca, se kur me këta tjertë, se këta e në hajna, Albini, ja, për që ata jo është i pasar, për që ata tina nuk janin për këta opozitën, as nuk i logaritë si njerëz bëllë, se
është njeri pasër. Kur je i pasër, nuk tanin bre për njeri gjallë, nuk tanin. Se e din që je i pasër, në shpirt je i pasër. A këta honjat, jo, këta. Banë me një kamion, një traktore që të kaj Ljubisha Samargjitje që të kaj një traktor në rrugë, mole këta qeveria jonë me shku në Amerika atje me bo diskutime me hek traktorin, banë me. Jo tani u deshke me adhon 3 ministrije, jo do u deshke me bo zavendës minister në ushtrije, jo në AKI-je, jo në policije, tanat, për një traktor nuk ishin gjeni me hik. Albin Baba kë të runë, të kë s'ka, po jo anena kënena, kë veç për porat, fshin, kush i del për porat që shto e kanë. Ju përshëndes e kaloni mirë deri në videon tjetër tarna.